Drejtori i ndërmarrjes publike e komunale të Tetovës, Samet Bislimi, ka akuzuar sot strukturat lokale të Aleancës Kombëtare për Integrim se gjatë hapjes së shtabit të tyre në Tetovë kanë dëmtuar gjelbrimin e parkut, por dhe kanë lënë një grumbull mbeturinash në park. Bislimi, sot bashkë me disa punëtorë të kësaj ndërmarrje, dolën dhe në teren për të rregulluar dëmin e bërë, ndërsa paralajmëroi dhe dënime për ata që kanë dëmtuar gjelbrimin në park. Kështu që mbrëm kam pas një manifestim këtu, edhe këtë park të cilin jemi munduar që ta rregullojmë dhe ta mirëmbajmë e kanë shkatruar në këtë gjendje ku edhe vetë jemi dëshmitar. Kështu që apeloj të gjithë të rinj që të bëhemi bashkë që ta ndërtojmë një qytet më të pastër dhe më të bukur e jo në këtë mënyrë që ta shkatrojmë. Kërkuam qëndrim dhe nga shtabi zgjedhor i Aleancës Kombëtare për Integrim, por deri në mbylljen e edicionit informativ nuk kanë dhënë asnjë përgjigje.